Presidenti francez Emmanuel Macron zhvilloi në Pekin vizitën e tij të 4 shtetërore në Kinë, duke I kërkuar udhëheqësit Xi Jinping të rrisë bashkëpunimin politik dhe ekonomik në një moment kyç për sigurinë globale, ndërsa Bashkimi Evropian përpiqet të sigurojë mbështetjen e Kinës për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Pekini vetë kërkon të shënojë fitorit diplomatike, sidomos në raport me tarifat e vendosura nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump. Macron I shoqëruar nga një delegacion I madh biznesesh franceze, synon të rigjallëroj industrinë e vendit të tij dhe të forcojë pozicionin ndërkombëtar të Francës në prag të fundit të mandatit të tij presidencial dhe zgjedhjet e tij të vitit 2027. Ai prezantoi një agjendë pozitive të trefish që synon stabilitet gjeopolitik, ribalancimin ekonomik dhe qëndrueshmërinë mjedisore, një platformë që sipas tij mund të shërbejë si bazë e re e partneritetit franko-kinez. Dialogu mes Kinës dhe Francës është jetësor, deklaroi Macron gjatë takimit të tyre në sallën e madhe të popullit të Pekinit, duke theksuar se bashkëpunimi është vendimtar në një botë të trazuar me konfliktet e tensione. Ai nënvizoi se paqja në Ukrainë mbetet prioritet I përbashkët dhe se aftësia e dy vendeve për të punuar bashkë mund të ndikojë drejt për drejt në stabilitetin global. Në një gest të rrallë diplomatik, presidenti Xi Jinping pritet të shoqërojë Macronin në provincën Sichuan, një sinjal që tregon interesin e Pekinit për thellimin e marrëdhënieve politike dhe ekonomike me Francën.